Mirë se erdhët në këndin tonë të gatimit. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes Niki. Ju përshëndesim gjithë ju që na ndiqni dhe po ju prezantojmë recetën e sotshme. Kam menduar që të sjell pul, zgjedhja është e juaja, cilën do pjesë të pulës mund ta vendosni. Nëse jeni familje madhe mund të vendosni një pul rreth 1 kilogram. Nëse jeni më pak, atëherë me këto porcione që kam unë këtu përpara, do të bëjmë mish pule me qepujka, se mos e ngatron ndonjëri tot qepujkave atyre që mbjellim, nga këto qepët që zakonisht kemi bërë çomlek. Me qepujka dhe me kërpudha, është një kombinim shumë i mirë. Do ta shuajmë me verë të kuqe dhe mendoj se do të mbeteni të kënaqura. Këto elementet e tjerë janë shoqërues? Po patjetër, ja, për të realizuar këtë recetë na duhet mish pule. Unë kam për porcion 4 persona, thash nëse ju doni më tepër, mund vendosni 1 kilogram. Unë kam 600 deri në 700 gram mish pule, kam 300 gram kërpudha, kam një gotë verë të kuqe, një lugë e gjys, një lugë miell, do t'i pudros pak përpara se t'i vendos t'i gatuaj, kam 100 gram pancet, krip patjetër, piper të zi, kam 10 deri në 12 kokra qepujka të vogla për t'i dhënë aromë dhe shije. Këtu kam vendosur erzat, një gjysmë tuf majdanoz, pak trumz, unë e kisha të thapë, nuk e kisha trumzën e njom, një thelpi hudhër dhe një gjethe dafine. Të gjitha këto i kam lidhur së bashku dhe do t'i vendos, nuk do t'i gri, vetëm do t'i aromatizoj dhe më pas do t'i largoj. Okej, prandaj edhe janë lidhur. Po, në fund fare, kur të gatuhet, mund të hedh për shije, për zbukurim, për të rregulluar pjatën, një deg selino të prerë në copza 4-5 cm, mbasi kemi qëruar mirë ato fjet, dhe 2 karota. Në fund fare, kam vendosur pak gjalp vitam në frigorifer, se duhet i ftohtë për të realizuar një salcë me lëngun. E kam prerë pak në copza të vogla dhe një lugë krem balsamike, jo thuj balsamike, është ajo si pak më e trash. Po, ja duket, edhe kjo që është pak si në pente. Këtu kemi 400 ml koncentrat knor, koncentrat pule. Tani, të gjitha këto duam të përveshim mëngët dhe të fillojmë nga puna. Këtu kam 2 tenxhere për arsye se do të filloj me pulën veç, ndërsa me perimet veç, pastaj sigurisht të gjitha do t'i montojmë në një tenxhere të vetme. Fillojmë? Se po shoh që përbërësi zonja Vjollca i ke prerë, i ke bërë gati kërpudhat, pancetën. Po i kam bërë gati se nëse do filloja t'i grija e t'i bëja në këtë moment, do të më duhej minimalisht çerekore, gjë që mua nuk më leverdis në emision. Do të fillojmë fillimisht, do të vë punën përpara me pak gjalp. Perimet do t'i kaloj në gjalp. Ja, se do të hedhim përsëri gjalp gjatë rrugës, gjalp vitam. Do të filloj me pancetën, sa po gjalpi të shkri. Qepujka duke qenë se janë të vogla, do kenë ndonjë prerje në mes apo do të lëmë? Absolutisht fare, ashtu, ato kur të zjejnë do të kuren një çik, dhe mjafton të marrësh një të kombinuar pastaj me kërpudhat, del shkëlqyshëm. Ndërsa këtu do të filloj fillimisht të marinoj mishin e pulës. Do të hedh mielin. Derisa të na shkrijë gjalpi. Se marinimi është aq i rëndësishëm sa jep vulën, le të themi, shijes që merr pastaj më pas pula nga përbërësit e tjerë. Atëherë pulën e kam larë, e kam tharë, unë kryesisht kam pjesët e trasha, kofshën dhe të trashën e kofshës. Ndonjëri që mund të ketë dhe pjesën e filetos, fillimisht skuq këto, pastaj kalon filetën për të skuqur. Jo me njëherë, do të vendoset mishi me pjesën e lëkurës dhe sigurisht kur ta konsumojmë nuk e ham. Kalojmë çik piper të zi. Kjo punë që po bëj unë tani, është mirë që të bëhet pak më parë dhe të lihet mishi, të marinohet pak me aromat që i dham,
Dhe tani do t'i kalojmë pak në miell. U shkri gjalpi? Po, ka filluar të shkri Hidhe dhe do hidhe pancetën. panceta. I pudrosim jo shumë, dhe kjo pudrosja, sigurisht gjatë kohës që do zjej, atë pjesën e lëngshme, e keni parasysh, fillon edhe e mpiks e trash pak. Ja, mendoj që mjaftueshëm është. Do të bëhet krokante aty apo do ta lëm? Do ta hedhim së bashku me qepën dhe fillon gradualisht vepron. Aromatizohet mishi, aromatizohet, nuk është në sasi të madhe, për arsye se bëhet vetëm për t'i dhënë një shije të veçantë. Ja, e lëm edhe pak. E lëm dhe pak, sepse të gjithë e dim që qepa fillon e nxjerr një çik lëng. Sigurisht. Prandaj e Aq tepër përthajmë tani edhe që një i kemi çik. kështu të paprera të vogla, Po. do e lëshojnë me njëherë lëngun. Okej, presim derisa të bëhet pak të shkrijë Fillojmë mirë këtu, gjalpi po. dhe të Me tenxherën Skuqe. tjetër, do të hedhim shumë pak vaj. Sa po të ngrohet vaj, aty do të vendosim copat e mbi. Shiko, panceta filloi tani që të bëhet pak kërce. fillon që nxehet, fillon me njëherë me atë Po, nxehtësi. atëherë do të fillojmë me Rrivet qepët. qepa. Vendosim qepët kështu siç janë. I japim pak. Hedhim dhe kërpudat. Bashkë me qepën, po. Po. Këpurdat me gjalp, përveç aromave që unë kam këtu, gatime me purë dhe me këpurë shkon shumë edhe me rozmarinën, Ja. I lëm kështu. Tani ato të gjitha duhet të zbuten, no? Edhe kërpudhat, Edhe pak qepën. dhe do të vendosim, pastaj, tani këtu vendosim copat e mishit. Të dyja tenxheret, Përbërësit përfunduan aty. të dyja tenxheret do t'i bashkojmë bashkë, Edhe mishin edhe po, kërpudhat. edhe pak, ose mishin e vendosim ke kërpurdhat, dhe pastaj do të shtojmë, do t'i shuajmë me verë të kuqe, do t'i lëmë pak minuta dhe do të shtojmë më pas lëngun e pulës. Po, ju ndërkohë shihni dhe menun në ekran, të shënuar përbërësit me gramaturën krokantëse, pra mishpule me qepujka dhe kërpudha. Janë 1 kg mishpule, 100 gram pancet, 12 qepujka, 250 gram kërpudha, 50 gram gjalpi tam, një lugë gjelle miell, një gotë vere kuqe, 400 ml lëng pule, një thelp i hudhër, një lugë gjelle krem balsamik, gatin, trumës, majdanos. Përbërësit i shihni në ekran dhe pothuaj se pjesa më e madhe e tyre janë shfrytëzuar përveç se erzave, verës, lëngut, Tani, nga knori. erzat do t'i vendos në këtë tenxherën këtu. Do t'a ul tani temperaturën, Po. sepse nuk dua, Jo, të kërpudhat ato erzat. po, nuk dua që t'i gatuaj më shumë, kaq. Sa ato mos të nxjerrin më lëng. Ja, se edhe këpurdat, edhe qepët nxjerrin lëng, por nxjerrin kur janë të grira, Niki. Po, kur i grim, që- Kurse kur janë kështu të fiksuara e mbajnë lëng. Tani mishi ndroi ngjyrë. Do arrin ta nxjerrin komplet lëngun. Jo. Gjatë kohës që të zjejnë, po, Në rregull. mishin e japim dhe një çik ngjyrë këtu, veç, dhe më pas do t'i bashkojmë së bashku. Mirë, shkëputemi ne për pak publicitet, është shumë i shkurtër, po, derisa po. të arrin komplet në masën dhe në ngjyrën që dua mishi. Një publicitet i shkurtër, na rikthejmë pas pak sërish në këndin e gatimit. Mirë se erdhët sërish, jemi në këndin tonë të gatimit, vazhdojmë me pjesën e parë, po vazhdojmë të përgatisim pulën me kërpudha dhe me qepujka. Është momenti zonja Vjosa që ne i bashkojmë apo. Po, t'i bashkojmë, unë po e largoj mishin e pulës, i dhash pak ngjyrë, si që shikoni, sa e zverdhe, dhe tani
e vendosim në tigan së bashku me perimet e tjera. Sa po të nxehet edhe një çik tigani, unë do ta shuaj me verë të kuqe. Nuk kemi hedhur kripa, vetëm pak fare ke mishi. As kripa s'lën ta thuj. Po. Jam rezervuar ke kripa për arsye se marinova mishin e pulës dhe koncentrati knor, që unë kam përgatitur 400 ml me një bustin. 500 ml duhet, por për gjithë përbërësit që kam unë bashk, i zvëndson komplet koncentrati pulës. Tani do ta shuaj me verë të kuqe. Një gotë plot. E lëm një qik. E lëm të baloj në temperaturë të lartë. Edhe pak do të hedh koncentratin e pulës. Do të ambuloj me kapak dhe mirë është që të gjitha perimet, të gjitha, flas për kërpudat bzim të kollaj, po qepa dhe mishi të zjejnë. Mesatarisht i duhet ndoshta 30-40 minuta, ndoshta dhe më tepër, sepse them më tepër, nuk duhet të zjejnë në një temperaturë të lartë. Duhet të jetë në temperaturë nën mesataren që të kemi një gatim të shishëm. Ju në përbërësit e tjerë, Zonja Vjosa, që kemi përbërësit e tjerë, këtu kemi vetëm një lugë krem salce, balsamik, dhe kam vendosur në frigorifer pak gjalvitam në copëzat vogla. Jo, do ta nxjerr në fund fare, kur unë përsëri, këtu nuk do të ketë shumë lëng, do të ketë pak. Mirë është që ta servirëm një pjatancë dhe ne kemi përfituar që kemi bërë një drekë, të parë, të dytë dhe të tretë, dhe secili e merr nga pjatanca me mjetet përkatëse, vë në pjatën e vet, dhe servirim atë salcën në fund fare, mbasi i kemi hequr të gjithë përbërësit, i kemi vendosur, e kullojmë lëngun dhe tek lëngu që ka mbetur është ajo pjesa e miellit ka luajtur rolin e saj. Po, rolin e tij, kështu që do të hedhim gjallë të ftohtë në copëza të vogla, kur të jetë nxehtë, pa e vendosur më në zjarr, do të hedhim dhe këtë salcën balsamike, do t'i trazojmë dhe me atë kremin do ta vendosim sipër. Por mbasi t'i hedhim këto, nuk do ta vendosim më në zjarr për të valuar atë pjesën e lëngut. Do ta kullojmë patjetër në një sit. Do ta shohim në pjesën tjetër realizimin edhe praktik të kësaj që sapo tha Zonja Vjosa. Tani do të hedhim dhe koncentratin e pulës. Ja kemi aty. Dhe lëm që të zjej. Këto janë masat që kemi hedhur, pra pjesa më e madhe e përbërësve tashmë kanë përfunduar në tigan, në tenxhere, ndërkohë i hedhim një sy edhe me nuz përpara se të kalojmë të shpjegojmë vetëm me dy fjalë se çfarë është receta e dytë. Më bërë edhe këtë pyetje për edhe këto janë përbërës që këto janë do t'i hedhim në 7 minutin e fundit, vetëm për të dhënë aromë dhe shije për dekor më tepër. Pra selino edhe karota. Salca është pjesë tjetër që do ta realizojmë sigurisht kur të rikthehemi në pjesën e dytë. Shihni përbërësit, shënojini, unë i lexova pak më parë, i keni të fiksuar në ekranin tuaj të gjithë përbërësit e recetës së sotme, mishpule me qepujka dhe kërpudha. Është një recetë e re, ide e re për gatimet tuaj, për kuzhinën tuaj, ndërkohë shoh disa përbërës të tjerë, kjo është receta e dytë apo jo? Po, do të bëjmë një sallatë mix, por nuk mund të quhet mix për arsye nuk mund të quhet sallatë thjesht, vetëm me rukola dhe sallatë jeshile, marul, për arsye se unë këtu kam zier një filxhan thjerza, mund të jenë edhe kafe, s'ka problem fare. Kemi pak misër, ullinj, spec, përsëri selino, djath, një sallatë që një vath plotson me këtë. Po në darkë e plotson pothuajse edhe një vath. Sepse thjerzat kanë ato vlerat proteinike dhe sigurisht na plotsojnë një vath, ndosojnë një vath të rëndësishëm. Do të shkëputemi tani, është momenti të shkëputemi sërish për të rikthyer shpejt dhe për të vazhduar në pjesën e dytë me recetën e dytë të zonjës Vjosa, por për të përfunduar edhe recetën e parë. Na ndiqni, mos u largoni. Erdhëm shumë shpejt, jemi në pjesën e dytë në momentin e gatimit, është hapësira e të gjitha anvisave që mësojnë receta të ndryshme të shumëllojshme nga zonja Vjosa. Vazhdojmë me sallatën, thamë apo jo zonja Vjosa? Po, do të bëjmë një sallatë që në darkë, nëse konsumoni një sallatë të tillë, jeni në rregull. Barku nuk do ndjej uri, stomaku më falni, nuk do ndjej uri, dhe ne vetë do ndjehemi shumë mirë. Do të bëjmë mix sallatë jeshile dhe pak rukola.
kemi një gjysmë tufe majdanoz, kemi djath. Rolina na ka thënë dietologja që nuk duhet ta kalojmë djathin më tepër se një kuti shkrepse në darkë. Mua personalisht pak më shumë ka thënë, po. Kështu që kubikët jo shumë të mëdhenj, kubikët të vegjël, Po. Kemi 2 lugë gjelle ullin të zi, pastaj pesa, kemi 70 gram misra të zjerë, një spec të kuq, do ta presim në kubik, kemi përsëri pak selino dhe siç thash thjerza, kri piper të zi, një lugë mjalt, mustard që jep një shijet veçantë salcës që do t'i hedhim ose dressingut që një si të doni, uthull të bardh, një lugë gjelle dhe një lugë kafe mjalt. Dhe Mustarda Helmas ka ditur si t'i bëj për vete të gjitha anvisat për këto salcat, përgatimet të ndryshme. Dhe ndaj e kemi në tryez për këto. Mustarda, djesi të shkojë me ato mollët. Ishte perfekte. Bravo. Kështu që edhe shumica e anvisave që na kanë ndjekur, kam përshtypjen se e kanë praktikuar në familjet e tyre. Aty çfarë po ndodh? Jemi në zjerje e sipër apo jo? Derisa të realizojmë salcën. Tani të ndihmoj me djathin zonja Vylca? Po, me djathin do më ndihmosh. Siç thash, në kubik jo shumë që ta kem parasysh. E presim edhe një herë këtu. Dhe kubikët nga kaq. Po, nga me brim 1 centimetër. Ja. E gjitha për të mbushur. Këtu ka më shumë se 100 gram djath, kështu që edhe një fetë të tillë dhe jemi në rregull. Tani do të marrim sallatën, lar, pastruar. Nuk ka problem se mund ta grim së bashku me rukolën. Heqim pjesën e bishtave. Nuk e grim shumë trash. Ja. I hedhim në tas. Do t'i përziejmë të gjitha së bashku. E djathi shumë më është ai që morëm tek myja, apo jo? Gjithçka që shikon. Shumë llojshmëri djathrash. Gjithçka që shikon në tryezën time. Thierzat, selinon, specin e kuq, sallatën e kam blerë sot në mëngjes. Nuk kam shkuar tek KMY-ja, pse të gënjej. Të gjitha të tjerat janë marrë tek KMY-ja. I shohin vetë anvisat, gjatë kohës që ne zgjasim duart edhe i marrim. Ja kemi treguar dhe në pazaret që bëjmë aty. Ja. Të gjitha këto jeshilliqe së bashku në një tas të vetas. Do të hedhim misrat. Largojmë. Po ato ullin do t'i lëmë ashtu apo do pritem? Në unaza, ja do më ndihmosh edhe për ullin. Që ti marrë këtu afër. Po. Do të presim edhe specin. I heqim këto pjesë të brendshme, siç kemi thënë gjithmonë, në kubik të vegjël. Ndërkohë ka ndryshuar dhe menuja jon, anvisat shohin në ekran shfaqjet her pas here nga regjia dhe gjithë përbërësit e kësaj sallate, të cilët ne po i shfrytëzojmë tashmë dhe kur përfundojnë te tasi, më pas harojnë anvisat, po çfarë përbërësi tjetër hodhi? Kështu që ndaj na vjen në ndihmë edhe menuja që kemi këtu në kuzhinë, derisa të realizojmë bashkimin e të gjithë përbërësve. Sigurisht që sallatat çelës suksesi kanë edhe ato salcën që përgatisim, dressingun. Ajo është e gjitha. Dhe jep vullën, jep shijen në fund. Kanë përfunduar edhe djathi edhe ullint, mund t'i marrësh. Kur e kanë radhën për t'u hedhur. Djathi në fund fare. Në fund. Do ta hedhim. I heqim bishtat e majdanozit.
Në fakt, detaj është dhe ky, përfshirja e majdanozit në një sallat jeshile. Element i ri, le të themi, për t'i dhënë një shije të re. Shije, jep aromë, gjithçka në sasi të vogël, ndoshta në sasi të vogël, los kontributin e saj në kënaqësinë që na jep kur ta shijojmë. Tani një lugë gjelle disha. Pra një sallatë e plot me thjerza dhe me djath. Vetëm këto dy përbërës kanë në titull, po përbërësit e tjerë janë shënuar pak më poshtë, sepse kemi përdorur 100 gram sallatë jeshile, 100 gram rukola, 70 gram misra, një speci kuq, 3 lugë gjelle ullim të zi të prerë në rraf, 100 gram djath i bardh, një filxhan çaj thjerza të zjera këto, një dek selino, një lugë gjelle majdanos, një lugë çaj mustard, një lugë kafeje mjalt, 2 lugë gjelle uthull e bardh, 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi. Disa nga përbërësit do të shfrytëzohen tani për të realizuar salsat. Dhënja Vjollca, po përgatit selinon. Selinon e kemi qëruar nga fjet, kemi bërgati, jo shumë. Pak do të vendos, jam mjafton. Se kemi edhe erëzat të tjera. Po, hedhim dhe selinon. Tani... Çfarë ka mbetur tjetër pa shfrytzuar? Thjerëzat i kemi hedhur. Po, hedhim dhe ullimt. Djathin do ta hedhim në fund fare. Në fund fare, kur të kemi përgatitur edhe salsën. Pjesa e salsës që është shumë e rëndësishme në gatimet e sallatave, do të përgatitet me përbërësit që do t'i themi tani. Në këtë tas. Fillojmë me mustardën. Një lugë çaj. Unë e kam me sy. Shojnë me sy anvisat. Mjafton, po ja e shojnë anvisat. Duke e gatuar shpesher dhe ne... Mjafton që ta ulim tani këtë dhe është mbyllur hermetikisht, nuk hyn këtu absolutisht ajri. E rrotullojmë dhe është gati për konsumim. Një lugë gjelle uthull dhe erë të bardhë. Do të hedhim pak krip, piper të zi, mjalt, të lutem Niki. Mjalt ishte një lugë kafeje. Po. Në përsasin që kam përgatitur unë, sepse nëse do kisha sasi më të madhe, mund të vendosja një lugë çaj, një lugë gjelle, në varet se sa salsë do të përgatisja. Dhe tani, 4 lugë gjelle, vaj ulliri. Gjithmonë raporti vaj të ullirit është më i madh. Vaj ulliri altis, mos e largoni nga tavolina, se është mrekullia vetë për të gjitha gatimet. Po na jep shije, na i bën shumë të mira ato, ruan ata aromën deri në fund edhe ne detyrohemi të ham gjithë pjatën. Ti miksojmë këto për 2 sekonda dhe këtu na formohet një krem homogen që do t'i japi një shije perfekte sallatës tonë. Largojmë këtu. Kjo ishte sallata pra, përveç djathit që nuk e kemi hedhur ende, që do hidhet në fund si kundër e the, përfundoj edhe thjesht, edhe me përbërës që i kemi paka shumë në shtëpi, të gjithë përbërësit. Absolutisht të gjithë në shtëpi kemi djathin, sallatën e bëjmë për ditë. Po. Ja, madje pas kemi prerë pak shumë djath, se mendova që mund kisha një kështu tjetër. E pra. Një të hollë, tash më s'vallë mjafton. Ishte shumë i shishëm. E shikon po dole jashtë për masave të recetës. Tash me djathin e teproj, sepse e ha shumë. Në fakt, kjo ishte djathë dhja. Ishte nga të parat që morëm. Kështu që, po, duhet kalojmë linjën, më thotë regjia, duhet kalojmë linjën kolegëve të informacionit, ne e kemi përfunduar sallatën tonë. Edhe një rikthim i shkurtër në gatimin tonë, në hapësirën tonë, ku ne kemi përfunduar recetën e dytë, por e para do minuta të tëra për të përfunduar, sepse është lloj gatimit të tillë që duhet i lëmë kohën e duhur, apo jo zonja Vjollca, të trashet ai lëngu. Siç e shohim, unë i nxora të gjitha aromat, ishte kohë mjaftueshme, po, kam lënë vetëm daflinën brenda.
do të vendos këto 2 karrotat, këtu. Po, si që thamë nga fundi do hidheshin këto. Po, do të vendos dhe jo të gjitha, kaq, sa për pjesë dekori. Ndërsa, thash një lugë krem balsam dhe po thuaj se një lugë gjallë të ftohtë, duket se është si kërce, do t'i vendos në fund fare për të realizuar salcën. E përsëris edhe njëherë, si do t'a realizojmë këtë salcë? Salcën do t'a realizojmë duke i hequr me një kulles të gjitha perimet, bëhet fjalë për qepën dhe për këpurdhat. Dhe copat e mishit në një pjatancë, i vendos pjesën e lëngut që të më mbetet, e largoj nga zjarri dhe do të hedh me njëherë dhe salcën, kremin balsamik dhe gjalpin. Do t'i trazoj dhe do t'a hedh si për mishit. Kjo ishte e gjitha. Por fillimisht duhet të zjeja, të përfundoj pa të realizohet kjo salca, po jo? Qepujkat, unë vetëm nëse do të gënjeja të zjeja me zorë, se nuk është kohë mjaftueshme. Sepse kemi kota presur neve vetë këtu, pa i thënë anvisave. Ato duken sepse nuk kanë zjerë akoma. Duken që nga ngjyra, duan hapësirën. Ne e përmendëm disa herë, zonja Vjoca, anvisat e kanë kapur tashmë se si do realizohet salca, deri në këtë fazë ato e kam ndjekur hap pas hapi në mënyrë të detajuar realizimin e recetës, kështu që pjesa e salcës është në fund fare. Është shumë e thjeshtë, ja, do të largohen kështu në një pjatancë dhe lëngu që do të mbetet, do ta largojmë nga zjarri dhe do të trazojmë vetëm gjalpin dhe salcën balsamike. Në rregull. Okej. Kemi përfunduar, salata është mbi tryezë, është e vetmja që mundëm ta servirnim sepse u përfundua dhe ishte për të servirur, ndërkohë në tenxhere ju e shihni shpeshherë se si po zjen edhe pula me kërpudhat dhe gjithë përbërësit e tjerë që kemi hedhur në pjesën e parë teksa e kemi gatuar. Menun e sallatës e kemi lexuar, ja ku janë përbërësit me thjerza dhe me sallatë jeshile, ullinj, lloj-lloj përbërësit të tjerë, gjithë përbërësit. Bëhet fjalë për sallatat, grihen imët, jo në copsa të mëdha, si mirë është ta presim me dorë, po, dhe kombinohen të gjitha në një tas, thjerrzat e ziera, do të keni shumë kujdes kur zjeni thjerrzat, janë temperaturë lartë, në momentin që thjerrzat fillojnë momenti zjerjes, ulet temperatura, se ndryshe ndahet pastaj lëkura nga ka duket më e këndshme, qofshin këto të verdha apo në ngjyrë jeshile apo kafe. Ne e konsumuam pjesën më të madhe të djathit, se kisha fryrë gjik më shumë, ishte pak i kripur, kështu që na duhet pak ujë. Në ujin edhe pa që një kripur djathtin. Dhe çfarë ujë fat që vjen nga burimet e Shën Maris. Është mënyra më e mirë që ne mbyllim gatimin ton, hapësirën ton të gatimit për gjitha anvisat, por sigurisht vazhdon Vila 24, ka pjesën e saj të tretë. Është momenti që ne flasim shpeshherë për ushqimet, por ka disa mite, zonja Vjoca, mite të gabuara që krijohen lidhur me një pjesë të ushqimeve. Ne kemi mundur t'i zbulojmë cilat janë këto mite dhe i kemi përgatitur në një material të shkurtër, që është dhe materiali që e përmbyll pak a shumë gjithë hapësirën tonë të gatimit. Ne do t'i shijojmë gatimet që zonja Vjoca solli. Faleminderit të lumshim duart. Faleminderit dhe ty për prerjen e djathtit. Bëj shaka. Anvisat din tashmë ku i lexojnë recetat, janë të hedhura të gjitha në balkanue.com, na ndiqni edhe në Vila 24 në facebook.com, por në YouTube, gjitha videot e gatimit dhe bisedave që zhvillojmë këtu në vilën tonë. Ka përfunduar kjo hapësirë, ndjekim këtë insert, mirupafshim nga kuzhina. Mirupafshim. Mbi ushqyerjen dhe ushqimet ka shumë mite fauns, cilat janë më popullore që nuk duhet i merrni parasysh. Shpesh jeni të bindur se një ushqim i caktuar është i dëmshëm apo e kundërta, por studimet dhe kërkimet kanë treguar se janë krijuar shumë ide të gabuara mbi disa ushqime, cila është guida e disa prej këtyre miteve jo të vërteta. Kur fillon një dietë, shpesh gabohet në marrjen e ushqimeve. Këshillohet përdorimi i reduktuar dhe i kombinuar i ushqimeve të shëndetshme dhe jo ushqime të quajtura dietike, të cilat me probabilitetin më të madh nuk do të ndihmojnë në ulje në peshë, përkundrazi. Këto produkte janë më kalorike se buka për të njëjtën sasi, për më tepër që përmbajnë edhe yndyrna të shtuara dhe një sasi më të vogël uji. Kështu nëse duam t'i përdorim për të zëvendësuar bukën, nuk është kjo mënyra e duhur. Nga pikpamja kimike dhe ushqyese janë krejtësisht e njëjta.
përmbajnë sakaroz, kështu që përmbajnë të njëjtat kalori. I vetmi ndryshim është se i pari përftohet nga kallami i sheqerit, ndërsa i dyti nga panxari dhe duke qenë më i rafinuar, merr edhe ngjyrën e bardhë të ndritshme. Problemi i vërtet nuk janë karbohidratet, por sasia i përdorimit dhe kombinimi i tyre me ushqime të tjera. Karbohidratet nuk duhen eliminuar kurrë në asnjë dietë, por duhet patur kujdes në kombinimin me ushqime të tjera. Nuk është e vërtet, është thjesht një përshtypje jona. Në të vërtetë uji e shuan etje në të njëjtën mënyrë dhe nuk është as pak e vërtet që frym barkun. Madje krijon një presion në gjendje të favorizojë kalimin e ushqimit nga stomaku në zor. Kështu që nuk ka rëndësi se çfarë uji pini, e rëndësishme është të pini sa më shumë ujë në ditë që të mbani trupin tuaj të hidratuar. Lëkura e frutave nuk është aq e pasur me vitamina dhe fibra sa ç'besohet. Tulli i frutave është ai që përmban sasinë më të madhe të vitaminave. Frutat bëjnë me të vërtet shumë mirë dhe sheqernat që përmbajnë nuk janë të dëmshme, përkundrazi. Nëse vërtet doni të largoni sheqernat, eliminoni bustinat e sheqerit e cappuccino, karamelet dhe pijet e gazuara.